A ka mundësi mos u gaboni se do dilni dështuar. E ke qëllim. O zotri, ide zhvillimi, në momentin që lind ideja zhvillimit, bëhet konsultimi paraprak, pa dal projekti. E di kush është periudha, në cilën periudhë bëhet konsultimi paraprak dhe vlerësimi ndikimit social dhe mjedis. Pra bëhet paraprakisht, mor zotri. Po nuk i ke ofertat ekonomike akoma. E ke gabim për hidrocentralin e Skavicës, zotri, ka 5 vjet nuk është bërë vlerësimi ndikimit social dhe mjedis në mënyrë kategorike. E njëjta situatë është edhe me Zvernecin. Mos gaboni, mos u gënjeni nga ata që ju ka marrë kokaer, kryeministri i Shqipërisë, i cili kërkon ta shes Shqipërinë. O zotri, po kur të ketë projekt të konsultohet më zotri, në rryrje. E kisha me Kreshnik Spahiu një fjali, dëgjoj. E kisha me Kreshnikun. Okej, ja ku e kemi Ramën. Marcela. Po, urdhra. Foli një shprehje e Kreshniku dhe unë jam plotësisht e mbështes që jam kundra protestuesve që vinë nga Kosova dhe nga Maqedonia, të organizuar nga partitë politike, por qytetarët Kosovës, të pa organizuar nga forcat politike dhe qytetarët Maqedonisë kanë drejt të vinë në Shqipëri, se i ka cenuar drejt për së drejt kryeministri i Shqipërisë. Bashkë me ministrin e jashtëm kur i quajti idiot ata të Maqedonisë, edhe s'u morën fare këta, dhe qytetarët e Kosovës kur Edi Rama shkoi me hartën në xhep, edhe u mbyllën banjo atje se dështi ta coptoj Kosovën. E kur e denoncoi ai Ramush Haradinaj, përfundoi i denoncuar në gjykat. 2 herë denoncuar Ramush Haradinaj. Në gjykatën speciale edhe në gjykatën e Prishtinës. Nga Edi Rama. Vučići dhe Edi Rama. Janë poshtë parlamentit, janë ulur këmbkryq duke kërkuar dorëheqjen e Edi Ramës, po nuk ban kur hajër Shqipnia nëse Padia dhe Krenia do të shkojnë njëtë si trupi e hija, shkoj Gjergj Fishta. Pa i zotin shikojni se kush do ju shpëtoj nga unë, një patriot që nuk lexon dot një ligj me 10 nene dhe shkruan. Këta gjakprishur vijojnë me projekt ligje që vendosin në shitje tokën e shqiptarëve për pushtuesit shqipfolëse të huaj duke cënuar drejt për së drejti territorialitetin dhe sovranitetin kombëtar. Nuk duhet lejuar në asnjë mënyrë që të kalojë ky ligj antikombëtar për ndryshe për shkallëzim deri në mosbindje civile. Sot edhe më shumë deri në frymën e fundit. Në fakt, ky është një nga projekt ligjet e procesit të negociatave, i cili siç mund ta lexoni hyn në fuqi 7 vjet pas hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kur toka mund të shitet pushtuesve europian në Shqipëri, njësoj siç mund të blihet nga pushtuesit e shqiptar në Europë, sepse me hyrje në BE, Shqipëria do të jetë e madhe sa BE-ja dhe BE-ja do të jetë e vogël sa Shqipëria. Është ky reagimi që Edi Rama e ka lexuar, po e lexon Gjergj Fishtën në ditët e fundit të hallit të tij. Kur se ka lexuar përpara. Se ne nuk e kemi dëgjuar kur Edi Ramën ta interpretoj Gjergj Fishtën. E ka interpretuar gjithmonë, e ka pasur. Vitet e fundit, vetëm vitet e fundit. Ka 3 vitet e fundit. Dëgjoj. Kur u taku me Neu Malsorën. Me Neu Malsorën. E kujtohet me Neu Malsorën. Atë kujtohet ku i tha shtëpia është e Zotit dhe e mikut dhe i preun bese ju prishin shtëpiat që u tha bini djem nga diaspora. Ja ai është Edi Rama. Publicitet rikthehemi pas pak. I pa besën edhe tradhta